Po, unë për veti kom qenë ma herët pjesën i këtij kampionati me trenerin Drit Rosefaja në Gjeorgji. Edhe paka shumë edhe ndriti vitin e kaluar ka qenë njëjtë. Edhe e dim paka shumë e curinë e këtij kampionati që shkon çdo ditë loj. Mirë po, ajo çka më thonë është që ende, po tregoj drejt, nuk kam mendu për asnjë në pendeshjeve. Edhe thjesht dhe që jam çdo herë me ran të shku në çdo segment. Kemi ende shumë punë, edhe kanë me qenë shumë e rëndësishme çdo dy lojë miqësore që kemi pas këtë javë. Edhe mas tyne këto dy lojë miqësore kanë me qenë edhe një test i mirë me pas që a kemi ushtruar mirë këtë ditë. Me këtë do t'janë ndeshjet miqësore? Do t'jenë me Maqedoninë. Do të luajnë në Shkop edhe në Kaçanik. Kështu që ende nuk kam mendu, po tregoj shumë drejt. Ka ardhur koha që kemi me fillu mu përgatit për ato ndeshje. Fati i mirë është që ditën e parë pushojmë, Suedia luan me Turqinë. Kështu që ajo do t'jetë një informacion shumë i mirë edhe për mua dhe për ndritin sa i përket skautimit, po ashtu edhe për ndeshjen e parë keni me Suedinë. Dytën e kemi me Shqipninë, pastaj pushojmë një ditë, edhe luajmë me 14 me Hungarinë, edhe me 15 ndeshjen e fundit e kemi grup me Turqinë. Kështu që paka shumë vetë se kemi fillu, kemi marrë informacione me ku kanë me lujt ndeshjet miqësore, me kanë me lujt turqizve që kemi ndeshjet kontrolluese dhe tash që i kanë pas. Kështu që po, sa i përket skautimit edhe analizave të lojës për ata s'kemi pas problema s'pak, asona se ndriti, kemi përvoj. Kështu që kena në atë segment kena më përgatit në mënyrë më të mirë të mundshme. Mirë po, të ato ndeshje kena më shku të përgatit. Pikërisht do është ta më ndërlidh tek